A ligji çdo të thotë që çdo 4 vjet kush vjen atje në pushtet e ndron, e korrigjon, e bën më të mirë, e bën më të keq, edhe kështu, edhe na kthen neve mbrapa që të merremi me atë. Sepse shkurt e shqip, elitat politike maqedonese e blejnë kohën shqiptare shumë lirë, se çdo herë të manipulojnë kështu. Edhe mund ata dhe delë të bëjnë ndonjë ligj që do të jetë më i mirë se ky. Mirëpo ai ti merr 4 vjet ty duke u marrë me studentët tu, duke dalë rrugëve. Edhe këtë sepse nuk mund gjua shqipe të ndërlidhet me përqindje. Gjua shqipe duhet të ndërlidhet me autoktoni. Ne jemi popull autokton në atë shtet, edhe nuk mund, ai mund të më përcaktoj me përqindje, të më numroj. Çfarë nëse paksohemi, ne shkojmë në mërgim si që shkohet, edhe bëhemi 15%. Edhe do të ketë ma gjuhë shqipe në Maqedoni. Po ky është absurdi me të cilën ata merren me absurdin e vet, me absurdin që e pranuan partitë shqiptare, përfshi edhe Zotriun, i cili tani e sheh që gjua shqipe që ka rrezikuar. Po ajo ishte rrezikuar derisa ishte ai në pushtet. Nuk u rrezikua prej sot. Kjo është e vërtetë. Nuk e rrezikoi gjuhën shqipe Vleni me ardhjen e saj. Ajo ishte rrezikuar prej se ishte gjuhë zyrtare. Edhe bëjt tregti, do me thënë nëse elitat maqedonase nëse kishin nevojë për shqiptarët, ajde ta bëshin në lëshim, do të bëjmë edhe këtu, do të përdore gjua shqipe. 1000 herë flite që në polici do të jetë gjuhë zyrtare, ajo s'është gjuhë zyrtare. Sepse shini, ajo nuk është në monedh. Në Republikën Socialiste Federative, gjithë gjuhët zyrtare ishin në monedh. 6-7 gjuhë radhiteshin. Ajo nuk është në monedh, ajo nuk është te policia, nuk shuhen polici në gjuhë shqipe. Ajo nuk është askund. Është te ne shqiptarët. Sa nuk kanë thënë që edhe në për shtëpi do t'ju vjem kamerat, shojmë se mund t'a flitni, po vetëm në. Ky është realiteti. Edhe këtë realitet politikanët shqiptare e shohin vetëm kur janë në opozit. Shini tash çfarë bën Vleni. Vleni tani thotë, këtë është rregull. Këtë është në rregull, thotë. Këtë shkon mirë. Maqedoni thotë është edhe pak del që shqiptarët më fatlum jetojnë në Maqedoni, se gjithë ju tjerët jeni për gjuna. Ne që e kemi Vlenin, jemi ata të vlefshmit. Pra ne thash, është e lehtë ta kuptosh pse në Maqedoni, pse në Kosovë, në Shqipëri e luftojnë partinë njëna tjetrën. Po në Maqedoni ta kuptosh pse partitë e luftojnë njëna tjetrën, është me të vërtetë absurde, ose unë nuk i kuptoj gjë. Edhe gjithçka reduktohet, themi në këtë betejën e mbrëmshme. Po, edhe gjithçka vjen tash i del ai kryetari atje në një komunë.